Ja ku jemi me mjeken Gjensila Pema, është gastroepatologe, mirë se erdhe, nga Spitali Amerikan nr. 3 në Tiranë. Është kënaqësi që jemi bashkë, sidomos ishte sugjerimi juaj, po dhe mua më pëlqeu, do flasim për një çështje që shumë e diskutueshme dhe në morinë e rrjeteve sociale, ka gjithmonë një lloj kakofonie që duam ta sqarojmë. Do ndalemi te Helicobacter pylori. Po, në fakt Helicobacter pylori është një bakteri lash, nuk është modern. Ne bashkjetojmë me këtë bakterin pothuajse mbi 5000 vite. Prandaj nuk është se është një bakteri kohëve të fundit dhe ai është një bakteri që qëndron në mukozën e stomakut, ka një aftësi unike që të mbijetojë mjedisit acid të stomakut përmes një enzime që quhet ureaz, e cila neutralizon aciditetin përreth. Pra, kjo enzima i shërben si një mburoj kimike dhe ky mbijeton dhe në kushte shumë të vështira për bakteret, siç është mjedisi acidi stomakut. Po pse konsiderohet si problem? Çfarë ndodh në stomak që ne të kemi ato simptoma, apo kur bëhet problem, themi, sepse në përgjithësi mjekët që vinë këtu thonë që bakteri janë të mira, por në një moment ndodh diçka. Ky është një bakter patogjen, pra klasifikohet si bakter patogjen. Mund të japë shqetësime, shumica pacientëve nuk kanë asnjë simptom. Pra mbi 90% e pacientëve e kanë bakterin dhe nuk kanë asnjë simptom. Pjesa tjetër që kanë simptomat mund të lidhen më shumë me fryrje barku, dhimbje barku, ndjenën e hershme të ngopjes, apo dhe shfaqjen e komplikacioneve që ky bakter jep. Doktoresha, thuhet që ne shqiptarët vuajmë nga ky bakter, apo kush është shqiptar e ka këtë bakter problematik, është e vërtet kjo? Se duke qenë se ju thatë që në gjithë këto mijëra vite që ky bakter bashkëton me ne. Në fakt, ne kemi shumë të shprehur, pra në një studim shumë i mirë që është bërë në vitet 90, në Shqipëri prevalenca e Helicobacterit ishte 96%, që është pothuajse gati të gjithë njerëzit e kishin. Me kalimin e viteve, me ndryshime socioekonomik, me sigurimin e kushteve më të mira higjieno-sanitare, është ulur prevalenca, megjithatë mbetet përsëri shumë i shpeshtë. Në vendet në rajon ne kishim prevalencën më të lartë në vitet 90. Helicobacter pylori është një bakter i vendeve në zhvillim. Pra, vendet e zhvilluara e kanë shumë të ulët prevalencën. Para 20 viteve në botë rreth 50% e kishin këtë bakterin, ndërsa në studimet e fundit, pra në një studim që është publikuar në vitin 2020, prevalenca e Helicobacterit në botë ishte rreth 40%. Pra, kemi një rënje. Si në botë, kemi dhe në Shqipëri. Edhe tek ne, duke qenë se thatë edhe ju kohët kanë ndryshuar, kujdesi është rritur, ndërgjegjësimi, edukimi, trajtimi do ndalemi pak, sepse e thash jemi në kohën e rrjeteve sociale dhe dëgjojmë këshilla nga më të ndryshmet. Por, doktoresha, nëse dikush, me qenë se thatë që në Shqipëri e kemi problematik, si të thuash, problemet që sjell Helicobacter pylori, a duhet të shqetësohen të gjithë familjarët, apo nëse vuan njëri nga familjarët, është thjesht problemi i tij? Në fakt, nëse një familjar ka Helicobacterin, me shumë mundësi mund ta kenë dhe familjarët e tjerë, por mund të mos ta kenë. Ne si rregull e kemi që të testojmë gjithë familjarët simptomatik. Çfarë bëhet sebeb që dikush të vi tek mjeku? Në përgjithësi janë simptomat ata që e sjellin pacientin tek mjeku. Pastaj është dhe dikush që ka një histori familjare për kancer stomaku, futet dhe lexon dhe merr informacion që ky bakteri mund të jetë i lidhur me këtë kancerin dhe vinë, por në përgjithësi vinë për shqetësime e për simptoma. Edhe ju i thatë pak a shumë simptomat, por në këtë rast mund edhe të mos kemi simptoma, është mit apo është fakt aty? Është fakt që mbi 90% e pacientëve janë asimptomatik. Pra, bakteri është aty si një djegës anonim që shef, por nuk bën ndonjë veprim.